I kemi tash rubrikën pyetjet me spec. Edhe pastaj e kemi që nga Roza e kom marrë këto, e kanë pas për herë të parë me telefon ato, edhe mu ka duk shumë interesant. Po. Ama mu ma pa të bo për një me kështu, s'ka qenë kështu aktrim, mu pa të në thirë për një me. Kush ta thirë? Tim pa të thirë mu njëherë. Është një rubrikë që ka patur në Wajnot, që via telefonin para dhe e ke pas një sezon e ke pas ato është, e bukur. Po disa vinë edhe nuk din që dhe më thonë kjo është me të lindur, adin aktrimi. Edhe mirë. Po, ani s'ka problem, dhe më thonë asë nuk e pret me i folë dikush tjetër. Po të thua, ta shofim si ka me aktru Rita, se kjo e ka problem sës aktrimi. Improvizim? Si që në dje një improvizim është? Improvizim, fix. Hajde, 3 nishit dërin 10. Hajde të filloj me zonjën Rita. Jo, unë e kom e ti po të pytje. Ti më bëm pytje. Pytjet me spec djekës. Po vetëm zgjidhe një numër. Jo, nuk janë shumë pak. Jo. Ase se ka problem. Se kam problem. Hajde prej nishit dërin 10 një numër. Zgjede. Zgjidhe një numër. Cilin e treshin, a? Edhe unë e kam qef tresh. Se Roza ka linë 13 dhe 103 janë të fatit tim. Se ka linë Roza në 13. Cila është fjalla ma flirtuse që ta ka thonë na i kush na i herë dhe që t'ka shti me kesh? Sa qenë ke plaka i tisi në atë bësë. Ma flirt se që kjo nuk konë kërkunis. Ja, pra. E përshëndesim nëse në ndjeka i në diaspor, 100% Italia apo në Greqi ka qenë? Jo, në Amerikë. Në Amerikë? Në Amerikë. Ama në Amerikën e kanë bërë shoshë dhe unë telef, më gjithë me vitin e ri në Amerikë, Australish, kretë ku janë shqiptarët o 20 ca vjetë. Koncerte. Me kretë këngëtarët e Kosovës, kam kaq malë dhe nostal. Kur më kujtohet Leonora Akupi kemi qenë në Londër, u gjvesh me provu diçka dhe neve që u mahnitëm nga trupi saj. Kështu e perri. Po, është e gjatë, është e bukur. Perri, flasë për ca vite për para, tani se di, tani kanë kalu ca vite, po gjë më të bukur, me thënë kam kujtime plot. S'ka mosha që ti, sa e bukur je, sa e mirë. Edhe Leonora është gjenerat e imja. Një cop ylli, me thënë, kur të gjvishe Leonora dhe tek dhoma që visheshin para se me dalë, unë po te, unë piktur, nuk kam parë gjë më të bukur, edhe kam të kujtime plot. Qa ti kësha pas qef me punu në dhomë kur zhvishën femrat? Po, do ishte shumë bukur. Qa do këta, që është punëtor, për gjithë kam ju ndodhë? Do ishte shumë bukur. Ndimën e po. Krejt gjëra shumë të bukura, shumë kujtime kam. Treshi. Ja tash, du m'ja bu Rozës një pytje. Po, okej. Banori ma seksi në gjitha edicionet e Big Brother VIP, Albania. Të Shqipërisë, banori mu seksi. Po dje dhe i ku maru ato tjera të i fundit cilë i ke po? S'di se, me thonë të drejtën, vetë kur dola nga Bigu një faqe webi kishte shkruar tu Roza që nuk lozi Rozë në Big Brother. Nuk e kam pas fare si teknik flirtin apo me unjoft me dikon Big Brother. Edhe s'di këtë them se Meritoni. Mjekiqi. Apo, Meritoni trupin shumë seksi. Meritoni jo, kemi qënë bashkë. Ishte nga qunat, më të flasin për këtë paraqitjen, për këtë anën. Edhe Fationi që ka qënë Big Brother. Fationi. Kishte quna, kishte ca qunat tamam të bukur. Ato tjera të kështë Donaldi. Donaldi, po, i mirë është. Të dy janë të mrekullueshëm. Vlezrit. Vlezrit, shumë po. Po e morëm këtu si flirtusa, se Meritoni dhe flirtonte. Kurse qunat ishin qik tjetër gjë. Jo, që ishin... Janë nga Vlora, janë nga Vlora. Ata nuk flirtonin, ata direkt, pa flirt direkt, në Rjorgan. Si ishin nevoj ata i flirtonin. Ase tani jam nga Vlora, unë kështu që qunat e mi do... Vetëm krejt e mendojnë kështë, atë kisha qenë unë aty mrena, mu ndodhi te ferma. 17 ditë, nuk kisha mundësi me nejtë ma shumë, mu mërzita edhe për gocën dhe këtë, po kur të futësh aty mrena, pas 2-3 dite duken si motra, si familje, për të po. Familje, vërtet. Edhe pasi që dola edhe 3 muj tjera, as nuk e kom këqyrë. Se do me thonë krejt po të hopshëm për të bike testosteroni, do me thonë, s'ki kur farë. Është vërtet ajo. Po, se je me një shpije. Tras ko edhe normal është. Unë me thënë drejtë me kisha ndryshë Robert, me qëra muhabetit i bjëm kështu gjatë. Po, unë e kisha me shkarkim. Qa flet? Falma.
qa Qa bëjshë? shkarkoj kjo? Me një kësi, një kamionet, një shleper me malë. Të shkarku. Jo. Tani jemi të emisioni Robertit, Po. edhe nga Po me humor, pra? Tu falen krejt, po. Kështu që meriton ishte për mua. Okej. Me që Rita, te të përgjishëm për Rozën. Me që te flirtus pra, se Po pra, tu bëjmë ishte diferencën. të zonjë, ishte Po ti të po i s'ma bie, lidhje, ti s'po i s'ma bie lidhje. në të, ma. Ma mira bam në kokë, ma betit. Ti thuaj një më së qa meti. Ja, tha pastaj kjo, për atë. Po kuqarin, a, kështu? Po, që kishën bigun tim, që Po, çuna më të mbajtur, po, më të mbajtur ishin Meritoni dhe Fationi. Okej. Rita. Hajde edhe ka një numër. Po. Urdro. Hajde, 7-a. O, do themi numra? E Po, ta për shkak shumë që me- 7-a. Ata Roza 7. 7-a. Ty me dabu pytjen, a? Bëja, s'ka Kjo gjë. e zgjedhi numrin për Për mamin. mamin. S'ka gjë. Kjo, Okej. kjo përgjigjet për gocën. S'ka gjë. Tani kush do përgjigjet? Rita. Rita. Qa është një mangësi që e ki, po nuk e ki pranu deri tash në publik? Një mangësi që e kam? Që e ke, po se ke pranu asnjë se ke Po ja, thonë e këtë disa në- shumë kam unë, nuk nga tanis, që si them do të në publik. Asi s'kisha ditë, çfarë. Mangësira kam shumë, po që nuk janë gjëra që thonë në publik, po. Mund ta quajmë që je shumë korrekte, më shumë se ç'duhet që ta lësh takimin me mamin në orën 6 të vjen që në orën 5. Bëj sikur du dhe ato që nuk i du, për shumë që. Nuk dua të lëndoj, më thonë, e kam ati marri që të kam gjanë. Më thonë, nuk është mirë, duhet, po, do shta vetë profesionin na bën i qikë që ti jemi shumë të ndjeshëm, edhe pse nuk më ka bërë vërtet. shumë keq, ti nuk e shpërfaq atë gjën. Të dhëm vetja me... Më thëmë, vetes nuk e alejoj do të, më dim se të rita në ato rrethana. E kështu që e mbaj, edhe pse e respektoj, e kam atë anën e jashme, që duhet i biesh bam në kokë, po jo. Janë ca kushte që ti du detyroj në njerë që mos jesh ajo, sepse nuk të intereson, ta bësh të vuaj, se qa fitove, më mirë si si gjithmonë, po unë këtu e kam, nuk e harroj do dhe s'ka se si. Nuk mundesh me ndryshuar, ajo është me të lindun edhe... Nuk e harroj dot, me thënë, e kam atë gjë, po që ti bie bam, do me thënë ti, shumë herë, që mund të kem patur 100% drejt në botës, nuk e kam thënë. E kam bajt për vete, e kam thënë lëshoj, e vras me suksesin tim. Unë s'moj qashtu. Ajo, po duhet të mundesh. Jo, bam, nuk ka në këtë jetë. Bjeri bam, po të vjen bamja. Kështu që unë kam thënë, e kam përshëndetur, kam bërë dalje, aman në një rrethan tjetër, jo kjo Rita personazh publik, Rita humorit, do i thoja, ej, kurse janë ca rrethana që ti do të kesh pak atë klasin, atë përmbajtje, mos krijosh në opinion, këto gjëra i kam, me që deshet defekte. Pse me i ropi shmon, kërë të bëndi që me i ropi shmon është kesh. Po, soni i vi shmon me njëherë, thamë, se bre, thash. Pra, nuk duhet, prandaj duhet me ndojni, Me u mot mirë. herë me bë një hapë. Se mirë janë theti, u knaqë, Po. Jo, vritesh më mbrapa, pse do ja thuash? Hajde, Ajo, Roza. Hajde edhe një numër, Roza. Një numër, okej, 5. Okej. A je bo në herë kishe nuk për një dikon, vish për mu dok ma interesant? E ki po dikon, je bo kishe s'pe një. Kam bërë sikur se një, Po. për të dukur më interesante. Në fakt jo, edhe kjo është faj mamit, se ti e ke faj, ti e ke faj. Sepse ti më ke mësuar kudo që të shkoj të përshëndes, mam edhe në ashensor kur hynë dhe ke komshin të përshëndet. Dhe mua më shbë refleks, kudo që futem në një ambient, unë përshëndes. Më kupton? Dhe është kulturë dhe s'ka ma mirë, po. shko në botë edhe shiko si të përshëndes. I përshëndes të gjithë, po ka Sa dhe nga dal- këta, unë nuk e mbaj mend për shembull që personi që mund të kem përballë mund të kem patur një bif, një përplasje, një dis. Po, s'fitoj. Edhe unë përshëndes me mirësjellje, sa futem diku dhe mbrapa nuk marr përshëndetje mbrapsht. Dhe mua aty më i kontruri pastaj Mami Robert. ku ta kesh, kush ishte ai? Mami ku ta ket ai? Urimi ti bashkangjitet edhe Robi. Mamin ku ta kesh, desh, kisha Ai dhe që në nuk ka zhveshër. përshëndet Rozën, dhe Roza e ka përshëndetur. Dhe madje e kam edhe shumë bezdi, unë i quaj këto normat e tavolinës, normat e sjelljes. E kam shumë bezdi kur jemi ne këtu për shembull dhe të vi dikush i huaj që ka për të takuar ty, se ka punë me ty, dhe mos na përshëndesi edhe ne Edhe unë tjerë. e kam ato, shumë e keqe është ajo. Më i kontruri, sepse më ka rritur mami me këtë edukatë që kudo ku hyn, përshëndet njerë dhe pastaj vazhdo punën tënde. Pa është deficient nga trut, nuk e kupton të ai është eksiq nga trut e kokës. Qa ai- është moj eksiq? Është mangët nga trut Mangët, eksiq. edhe ai jo të mërzitesh, po ai s'është për ta vënë në listë fare. Ta janë njerëz delirant.
që duan do me Ky është thënë për defekti vëmendje imi, që unë përshëndes. Si përshëndetje, është Mas pari dush me edukata. përshëndet me ato që Edukata jeti. numër 1. Ose japi rëndësi, janë 0, s'kan pikën e vlerës dhe që tu hedhësh ti qik sytë, duhet të bëjnë ca gjeste. 300 vëmendje, po këto janë, mami, këta janë varilesh, desha me thëmë, po më falë. Jo, më na e përdorin varikarin. VK. O, zotë, Robert! Oh my god! Si ashtu Rita lesh me përmen leshin këtu në emision. Robert se ka marrë me Kishë mamin. kjo pak ma buto, adhe në vo. Aman, Roberti ti ka lezet, ato shë i tjetër do e kësa ime, Zotit. që atë ti shkër. Ta puta. Po, Berti ti ka lezet, o mam, po lere ta shi. Ullu. Pra nda ne për te duam, Berti po në lëre atani. A u kryme ato pytjet? Ta shë ki randin te. Jo, do me thonë, planet janë këto, do me thonë për 2026-ën, me vazhdu, do me thonë 4 epizoda puntata janë në mujë, gjdo të hane, del në YouTube. Me vlog. Po, 12, me Do me thonë vloget 3 tona. mujë. 3 muaj janë. Kam me gjo. Me thonë, gjdo të hënë kemi nga një vlog që del në kanalin tim në YouTube, Rozalati, dhe pastaj i lançojmë edhe në rrjetet sociale, po aty del si fillim, ku mund të shikojnë të gjithë, mund të bëjnë subscribe, mund të bëjnë like, se këto gjëra këtu shife shoqënia sot për sot, është shpreja. Po, Kemi vënë re, në fakt, se do thoya kush e përkra do e vlerësoni, po në fakt kemi vënë re që e kam përkrahur shumë. po, Janë lodhur me i kam këto pa edhe podcastet. komentet edhe, po, ju kam përkra edhe kolekte edhe këtë është dhe shumë interesant. Janë lodhë me këto podcastet. Janë lodhë njerëzit. Po, janë lodhë, po dojnë pak humor, po dojnë humor njerëz, U bësi shumë, okej, ka njerëz me vlera që ke qef të gjosh, të thonë mesazhe. Po u hap kështu si u bën të tërë, sa menduan se dhe unë dhe Roza po bënim në fillime, që qa po bëjnë, diçka po bëjnë. Kështu që njerëzit duan pak real. Po është Real. vërtet që na kanë përkrahur shumë, edhe kolegët tanë na kanë përkrahur shumë dhe unë e vlerësoj as mase. I falenderoj nga Sepse zemra. u bë një farë kohë, ishte një 2 vjeçar imi që isha shkëputur, me thënë të drejtën, por u riktheva. Edhe u riktheve. U riktheva me Fuqishëm, mamin. fuqishëm me Gjithmonë mamin. diçka ndryshe, Robert. Kështu reality life në nebi, mund të kemi parë Kardashians në botë, po në Shqipëri, në Jo. botën shqipfolse nuk ka. Dhe kush më mirë se ne të dyja, që mami është aktore e humorit, Po. unë që e njoh televizionin, kamerën gjithashtu, kështu që mendoj se ishim një duo Perfekte. fix. Super e mirë, po. Edhe normal që Jam kanë me pëlqy falenderuse dhe kanë... shumë. Rozës jam shumë falenderuse, sepse kjo po e shikoj se Rita është gjithmonë shkon dhe thot sa do marrë Vllaxhani? Zarfi ku. Tak lekun, tak grekun. Ne këshim vajt në një sfilat nga që pas shumë njerës, edhe kur dolim thash mami prisë të marrë zarfin. Harrova që kisha shku! Po, ku shkojmë në muzik live, Robert, që çoj mamin ndonjë kështu për muzik live, Po. bëhet keq që ka harxhu lek dhe s'ka marrë Po zarfin. se përjetoj ato, më është bërë truri i pushma, e kuptoti 4 vjetë pensioniste. Më të mos kujtoti se jam një orë në ditë jam e mëndshur. Ma! Dhe orët e tjera. Do me thonë jetonin damas, jeton vetë mami. Po, Po që kështu, kur kemi dalë, që kur kam dalë të jetoj vetëm, jam bërë shoqe me mamin. po, vetëm zjeshim. Sa mirë që e ke. Na edhe dëgjon të lagja. shfrytëzoj, Po, Lagja na dëgjon të, po lërë. Po edhe tani duke arë për të ty u zum rrugës, se nuk na tregon të Google Mapi lokacionin. Që jam i humbëm. qerën e nas jemi futur. ish pak si motra, si me qenë kjo motra adhin e madhja, dhe që i kanë do 5.000, edhe ato shkojnë kështu... po 30 vjetë kanë moshë diferencë. Po që i thoja, kur ishim në hotel, po i thoja, po ziheshi, mami po lynte buzët e pasqyra, edhe më po thoja, po ti pse pyet ata ashtu, kur mund çosh ata kisha pyet bërë vet. Edhe si ishte mami, ma bëjnë një fut. Mami të ka kesh. Unë u lërisja, kjo lynte buzët dhe ma bëri vetëm. E më gjë që i duket shumë e rëndësishme, kësa ja mas më flas fare. Qyqja se isha duke. Me nuk e thonë, zjerë ty kjo e me ka të rëndësishme, mu vje me qesh. Se unë në këto situatë jetë jam tani, në këtë fazë nuk e vras shumë. Ej, nuk kam kohën. Unë tani të mdalë njësi a i që doli në autobus, jam shumë e lumtur, na një ditë. Të pritë emocione. Kështu do mami, gjërat bukra, do mami, të vrejtje. Na, Zë vrejtja unë. Me qka i ke në gjo, mamit? Mamit i Qa- kam qa gjarë në thojnë ma shumë? talent, Në i kam talent, gjarë në po. talent, në improvizim, i kam gjarë tek mollzat, edhe të syt, nuk i kam të bëra mollzat, të vetme që s'kam bo. Edhe mamit i kam gjarë, si kam gjarë diku, Jo, ha? si kam gjarë, u dështi bëja. Dy qika me Se zja di vetëm djathën për ta shoh.
2 qika me zia bëm, keqen, kam kullur kë me kam arë zvarë, kam quar të doktori. Mama, fol. Të doja ti kisha njajët më shumë. Sa gjatë e ke ushqy po mënej prej, se tash këto Shaftua, 3 jatë, këto 3 është në jatë. gen, është në gen, kjo ngjan nga geni babit vetë. Neve na marrë cicat para në na racajon. Këtë neve, shikoj, i gjej, po ja gjët e ti, ajde ma i qkokon. Ma! Po ja gjët e ku i kase, o së shumë. Unë nuk i du dhe shumë të maja, unë i du këto që nuk flasim në një tjetërën. Njona shikon gjafas, njona majtas. Po, s'flasim. Po, se qojnë mirë që thoi zotë. Ju rujtë zotë së knashën për zotin. Kthehemi pas pak me rubrikën e hepsit.